Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një teme shumë të rëndësishme mbi ndikimin e hënës së re. E hënës së re në shenjë uji, ku shumë ndryshime dhe shumë çështje marrin fund një herë mirë mbi problematikat që kanë pasur ose nga çështjet e tjera. Nuk diskutohet, nuk e vë në dyshim që kemi të bëjmë me 4 shenjat më fitimprurse, ndikuese dhe madje përfitime të mëdha ekonomike në punë dhe në dokumentacione, që janë shenjat e ndryshueshme, binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit. Nuk diskutohet që pikërisht kjo periudhë është periudha e ndryshimit edhe vendimeve të mëdha. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave të zodiakale dhe një hyrje mbi çfarë ndodh, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje ndodhet sekretaria dhe mund t'ju ndihmojnë mbi paketat që astrologo.al ofron. Duke bler paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas flasim bashkë në WhatsApp, Viber dhe për gjithçka ju intereson, flasim direkt këtu. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live, siç e dini, çdo të mërkur në orën 20 jemi bashk për parashikime dhe gjëra të tjera që juve kërkoni dhe dëshironi. Për juve që doni që ajo çka keni në lidhje me pyetje-përgjigje, i keni atje, është ky butoni këtu, e klikoni dhe më pas shikoni të dhënat dhe jeni gati pasaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani le të hedhim një sy 12 shenjë zodiakale dhe ndikimet që kanë bëjnë. Një hyrje për këtë hanë të re. Duke pasur parasysh sot data 19 zhvillohet hëna e re në shenjën e peshqve, e cila vjen për të na dhënë shpresë dhe një rrugdalje për optimizëm, në të cilin jetojmë të gjithë, duke i lënë pas eklipset hëna e re e fundit e vitit astrologjik, na bën thirrje të mbyllim çdo çështje të pezulluar që kemi me njerëzit dhe situatat, të shlirohemi nga një barë e rëndë që kemi pasur dhe përgatitemi për një fillim të ri. Ajo çka është ose çka ndodh në lidhje me ndryshimin dhe kuptimin e gjërave, ka diçka që kur gjërat vinë në një farë mënyre dhe kjo hënë e re, dhe ju e dini shumë mirë sepse nesër është data 20, ku është ekuinoksi pranveror dhe viti astrologjik. Është hëna e fundit për sa i përket para vitit astrologjik që ndikon në çështjet madhore. Duhet t'i mbyllim me deomos për t'i arritur qëllimit. Ndikimet dhe ndryshimet që kanë bëjnë, kjo hënë e re është gjithmonë një rast i mirë për të bërë një fillim të ri. Dhe ky i cili ndodh në ditët e para të ekuinoksit të pranveror dhe fillimin e vitit të ri astrologjik, është ideal për të ecur përpara në kapitullin tjetër të jetës son me qartësinë më të madhe. Dhe Mërkuri, i cili është në rrugtimin e tij të drejtë në ditë pas hënës së re, do të ndihmojë gjithashtu në këtë, dhe për shkak se peshqit janë shenja e fundit e zodiakut, që mund na duhet të vendosim një pikë të mbyllim një herë mirë problematikat me çdo gjë apo çështje që kemi pasur dhe fillojmë një udhëtim të ri. Është një hënë që dëshiron që ne të duam veten dhe nevojat tona, të kapërcejmë frikën tonë, të falim, ta lëmë të kaluarën aty ku i përket dhe të bëjmë një hap përpara që do të na çojë drejt një të ardhme më të mirë. Në të njëjtën kohë na mbush me shpresë për të ëndërruar fillime të reja. Nuk diskutohet, sepse duke pasur parasysh mënyra dhe mundësia kur kemi një hënë të re në peshq, ju e dini se peshqit janë intuitiv. Peshqit kanë mundësinë dhe kohën e dur, mbi zhvillimet dhe kohën dhe mundësinë që atyre ju jepet. Por gjithashtu nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim për arsyen se disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç pritet, por koha ka treguar që juve keni mundësinë mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të keni. Nuk e diskutoj që ajo çka do të keni kjo hënë e re
është gjithashtu një intuit e fortë për të na mësuar shtigje të reja nga do shkojmë ku do kalojmë. Por gjithashtu një mundësi dhe një kohë e artë mbi zhvillimet dhe konsolidimet në fushën e karrierës dhe të punës sonë. Diçka e mirë ndodh, sepse duke pasur parasysh ajo që do të keni dhe mundësi të arta, duhet të besoni në instiktin tuaj, në instiktet tona, që ato janë që na mbushin me energji pozitive dhe na jep mundësinë për të ecur përpara. Por gjithashtu ka të bëjnë dhe me ndryshime të tjera, që do të thotë fillime të reja dhe ndryshime të papritura. Po vallë, cilët janë këto ndryshime të papritura dhe ku ndikohen në këtë aspekt? Nuk diskutohet sepse hëna e re ndodh në 28 gradë në shenjën e peshqve që ndikohet shumë mbi shenjat e ndryshueshme, pra siç e thash, që janë binjakët virgjeresha, shigjetari dhe ndikimi i peshqive, ku jep shumë mundësira kohë në punë, në karrierë, në ndryshime udhëtime. Këto 4 shenja që kanë pasur shumë ndikime në të kaluarën, vjen një moment i bashkimit dhe i ndryshimit të madh. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 2 shenjat zodiakale. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, e vendimit dhe të mundësive që janë të shenjës së dashit. Për ju të shenjës së dashit, keni të bëni shumë me ndikimin më të madh, sepse është ideale për të bërë një zhytje të thellë dhe për të parë nevojat tuaja, për të shlodhur, për të rimbushur bateritë dhe për të bërë ndryshime duke filluar nga brenda. Duhet të keni mundësinë dhe atë që do të kuptoni mirë është motivimi juaj, të gjeni ekuilibrin tuaj, qëllimet tuaja, të ndaloni të sabotoni jetën tuaj, se sabotimi nuk është njëru tret, por edhe neve vetë kemi probleme në këtë drejtim. Hëna e re do të prek shtëpinë tuaj të 12, e cila kërkon paqe, qetësi dhe preferon vetmin, dhe ju mund të jeni më ndikues, më pozitiv, më të shoqëruar dhe jo vetëm kaq, por keni shumë mundësi të arta në lidhje me punën tuaj, marrëdhëniet, me situatat profesionale, personale, dhe kjo do të thotë, duke hequr qafet një herë e mirë, gjërat që ju pengonin më përpara, problematikat që kishit. Sepse duke pasur parasysh në lidhje me ndikimet që kanë të bëjnë, favorizimet nga ana tjetër, janë disa mundësi. Ju të shenjës së dashit keni punën, karrierën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Dhe e di që i tretë që lidhet shumë me dokumentacione, ka një kohë shumë të përshtatshme mbi atë çka është, mbi atë çka rregullohet, rezulton dhe pozitiviteti juaj nuk gabon në atë çka kërkoni. Shenjës së dashit të 30 diqët kanë disa mundësi shumë të mira, sepse duke pasur parasysh edhe në lidhje me dashurinë, ku disa gjëra mund të kenë qenë më përpara shumë vështirë për të arritur qëllimit, por vjen momenti tani e tutje të jeni shumë herë më pozitiv se çdo gjë tjetër, sepse koha është e juaja dhe funksionon për juve. Meqense një dokumentacion për juve që jeni në Gjermani, përgatituni për disa gjëra të mëdha, sepse fillimi i ri i gjysmë punës, gjëra të arta që vijnë drejt jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që vërtet zanafilla është në një vazhdimsi më përpara kanë pasur, ose në një ndryshim ose një takim që keni në anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve. Por demi, duke parë që hëna e re në shenjën e peshqve ndikon në shtëpinë tuaj të 11 të shenjës tuaj dhe ndikimin në anën tuaj. Domethënë në fushën e jetës shoqërore, me punës në grup, qëllimet, bashkëpunëtorët ju bëjnë që të ndjeni shumë mirë dhe nisni në puna të reja. Hëna formoni një gjashtkëndësh me Uranin në shenjën tuaj dhe ky kënd është një mundësi e mirë për të bërë ndryshime dhe për të paraqitur planet tuaja të reja, për të hapur rrethin tuaj shoqëror, njohje të reja, lidhje me punën dhe disa biznese të lëna pezo. Për sa i përket çështjeve që kanë bëjnë çështje të rëndësishme në lidhje me punën, me njerëz me fuqi do të thotë njerëz të rëndësishëm në biznes
dhe kjo ka të bëjnë shumë dhe disa gjëra do të kapërceni disa probleme nga e kaluara edhe disa mosmarrëveshje keni pasur me njerëz të tretë, por vjen momenti i gjërave të mëdha sepse do bashkëpunoni me ata që juve keni shefin tuaj, keni mundësinë tuaj lidhe me rezultate dhe çështje ekonomike të zhvilluar. Kjo duket se entuziazmi që keni dhe keni mundësinë për të arritur qëllimin tuaj, por një ana tjetër, edhe pse të 30 ditë, por 10 ditë dytë është shumë i favorizuar në atë çka bën, në atë çka ndjen në një farë mënyre dhe është momenti për ata që ndodhen në Angli të shenjës së demit, shenjës tokës, sepse shenja e dashit ka pas Gjermanin pikë reference, kurse demi ka pikë reference që ka Anglin. Ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive, sepse zgjidhin çështjet e pazgjidhshme përpara. Është një moment të mjaft të mirë në dokumente. Dhe një blerje që kanë shenjën së demit e presin mbase. Kjo është një kohë shumë e përshtatshme. Në fushën e dashurisë, edhe pse me disa çështje që nuk kanë qenë aty ku duhet për 1000 arsye, por koha, momenti, periudha kur ndodhin fenomenet është më idealia që ndonjëherë. Në çështjet e dashurisë, duket se kanë të bëjnë shumë me gaforet e 10 diqit parë, me shigjetarët e 10 diqit tretë, por edhe me peshorët e 10 diqit të dytë. Kanë ndikime shumë të mira dhe martesë është momenti juaj dhe koha më ideale dhe do të shkoni edhe vetë për shumë gjëra që do të ndryshojnë në jetën tuaj. Vijojmë tek shenjat e tani, tek shenja, siç kemi thënë, tek shenjat e ndryshueshme ku juve merrni pjesë dhe jeni shumë me fat, që do thot shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, duket se ndikon në pikën më të lartë të shenjës suaj, me sjellori i cili ka të bëjë me ambicjet, karrierën, planet, qëllimet tuaja profesionale dhe formohet një kënd shumë pozitiv me Uranin. A jeni gati të bëni ëndrat tuaja realitet? Dhe pa pritmas do thosha po, sepse në këtë hënë gjithçka është e mundur. Pasi do të keni mundësinë të bëni ndryshime në fushën e karrierës dhe më në fund të njiheni për ato që bëni. Prandaj është koha e duhur për të promovuar veten, talentet tuaj, veçanërisht në fushën e biznesit, të karrierës, të artit dhe jo vetëm. Për ndryshuar imazhin tuaj, për treguar se sa vleni, reputacioni juaj do të ndikohet pozitivisht dhe do jepet mundësi për avancim. Dhe për shkak se sundimtari juaj Mërkuri kthehet në kursin e tij të drejtë, të ligjshëm, një ditë pas hënës së re, pra ndikimi nesër, do të keni ide dhe mundësi të arta, i cili fillon me mundësi të arta rezultate të shkëlqyera. Nëse mendoni se keni bërë shumë përpjekje në punën tuaj në të kaluarën dhe nuk jeni shpërblyer për rrethanat, për punën tuaj që keni pasur, dhe kjo është një mundësi e mirë për të kërkuar një ngritje në detyrë, për të marrë një rritje page, për të zhvendosur në një pozicion më të mirë, ose edhe për të ndryshuar punën në një vend tjetër. Nuk do të mungojnë ofertat, por do të bëni edhe lëvizjen e duhur për të bërë të ditur qëllimet tuaja. Kështu që niseni jetën nga tani. Do më kujtoni dhe do keni shumë gjëra në anën tuaj. Një punë me kontakte, marrëveshjet, bashkëpunimet, negociatet janë gjithashtu favorizuese, si dhe organizimet në nivel personal. Hënëri në peshk mund të tregoj gjithashtu ndryshimin hapësinor, qoftë në punë, qoftë në shtëpi, por njëkohësisht ka dhe disa gjëra të tjera që mund të ndikojnë në anën tuaj, ka të bëjnë me gjërat shumë të mëdha, sepse nga njëra anë binjakët janë shenjat që japin dhe mundsojnë në atë çka bëjnë. Megjithëse binjakët kanë edhe ndryshimin dhe mundësitë. Po binjakët që ndodhen për shembull në Itali, se janë shenja ajri, kanë disa mundësi të arta në një punë të re, një dokument, një ndryshim i papritur që do ndodhi tek juve. Prandaj dhe jeni një nga shenjat më me fat për sa përket këtij viti astrologjik, këtij viti fillim vitit të ri, ndryshimi dhe vendimeve të mëdha që do të merrni, por mund të bëni lëvizje kudo që të dëshironi, sepse është koha juaj, është momenti më i artë i ndonjëherë. Mbi çështjet aktuale dhe mundësitë në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa probleme në shenjën siç janë me Luan, siç janë me Britsjap të 10 dytë, duke se i rregulloni
dhe është momenti juaj dhe është koha më perfekte e që ndonjëherë në çdo aspekt të jetës suaj. Dhe është koha, është momenti që do të shikoni dhe vetë për gjërat që do të ndryshojnë. Ajo çka do të shikoni në pamjet parë, nëse bashkim familjar ose kemi pasur probleme për supozojmë me shigjetarët e diçit parë, është koha për të rregulluar juve dhe për të arritur qëllimin tuaj. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenjë uji, ku është vetë guvernatori, që është hëna, që është gaforja. Përsa për këtë juve të shenjës së gaforës, duket se hëna e re sot tek peshqit ju jep mundësi të shkëlqyera për të ëndrruar, për të ardhmen tuaj, për të kapërcyer frikën dhe ato që ju pengojnë, për të besuar në vete dhe në aftësitë tuaja, për të marrë disa rreziqe të llogaritura duke bërë një fillim të ri, qoftë në çështjet e studimeve apo të punës. Kjo hënë ndikon në shtëpinë e nëntë të horoskopit tuaj diellor, e cila lidhet me zhvillimin tuaj shpirtëror, udhëtimet, njohuritë dhe arsimimi, dhe ju jep mundësinë për të zgjeruar. Pra, mund të ndërroni me perspektiva tuaja dhe të planifikoni të ardhmen tuaj sot, të ndërtoni themele të forta për qëllimet tuaja afatgjat dhe me vetbesim dhe punë të palodhur të ndiqni ato. Tani do të vendosni themelet për gjithçka, sepse pas datës 20, ku dielli futet në shenjën e dashit, në fushën e karrierës suaj do fillojnë hapa të shpejta në rrugën që të çon drejt suksesit. Pra, nëse keni një qëllim që lidhet me punën tuaj, me udhëtimet profesionale, çështjet komunikimit dhe jo vetëm, përqendroni, përveshni mëngët, pasi koha kur ëndrat tuaja do bëhen realitet nuk është larg. Gjithashtu është një mundësi për të zgjeruar punën tuaj, biznesin tuaj. Por nga ana tjetër, keni mundësinë për ju që merreni me biznese, me marketing, media, botime, reklama, është një kohë e mirë për të komunikuar me punën dhe idetë tuaja nëpërmjet internetit ose në gjëra të tjera. Sepse të dashur miq, kjo ka të bëjë edhe me mundësitë që jepen, sepse ngadonjëherë kur kemi mundësinë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin, me ndryshime të mëdha që vijnë, gaforët gjithmonë kanë një hap para për sa çka bëjnë. Por në fushën e dashurisë, një vëmendje të shtuar do të keni nga debatet. Pa kujdes, nëse keni mundësinë, mund ta bëni. Sidomos me Demt të diçit parë dhe me Akrep të diçit tretë. Kur është një mundësi ose një kohë e përshtatshmërisë do ta thosh unë, sepse ka dhe gjëra të tjera që mund të diktojnë apo mund të ndikojnë. Gaforët për shembull që ndodhen në Amerikë. Gaforët kanë mundësinë të lëvizin, për shembull janë në New York, do shkojnë në New Jersey, ose do shkojnë në një vend tjetër, në Brooklyn apo ku diun. Kanë mundësinë e artë gaforët. Kanë mundësinë perfekte për të zgjidhur problematika të ndryshme. Një çështje ligjore merr fund, ua garantoj 1.000.000% Jorgo. Dhe i dokument që merrni një bashkim familjar, që juve e keni me bricap të diçit parë. Kurse një vëmendje që do të bëni është me dash, nëse keni pasur debate, mund t'i zgjidhni sot. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që ndryshimet, ndikimet dhe favorizimet të mëdha do thot luani. Për sa i përket luanëve, luanët janë shenjë që ndikohen shumë. Por duke pasur parasysh hënë e re që formohet në shenjën e peshqve, ata që kanë lindur në fund të dhjetëçit të tretë mund të kenë zhvillime pozitive në çështjet profesionale ose financiare. Kjo hënë ka një ndikim mjaft të madh dhe ju motivon të hetoni në thellësi investimet tuaja emocionale dhe financiare. Pasi mund të bëni disa realizime të rëndësishme në lidhje me zgjedhjen që keni bërë në jetën tuaj. Në këto fusha do të kuptoni nevojën tuaj, edhe në cilët marrëdhëniet dhe partneritetet ju përshtaten dhe ose do të zhvilloni, do të çlironi prej tyre. Hëna do t'ju jap mundësinë për të vendosur qëllime të reja financiare dhe ato mund të kenë pozicionimin profesional me vlerë financiare. Është një kohë e mirë për të vënë në rregull taksat, borxhet, kredit dhe për të marrë konsideratë se si mund të shfrytëzoni burimet që keni, pasuritë tuaja të patundshme, e të ndërmeni veprime më aktive, si të ulni shpenzimet dhe të jeni në atë stabilizimit fiks, ashtu dhe në marrje të ardhurave. Në fakt, universi mund të kompletoj dhe t'ju sjell para të papritura, qoftë në investime, në trashëgimni
apo të jeni një sponsor për të dhënë biznesit tuaj një ndikim më të mirë. Por mos filloni të shpërndani këtu atje. Kurseni të lini diçka më njanë, sepse ka një ndikim shumë të madh në atë çka bëhet, në atë çka është, përsa përket rëndësisë dhe punës, sepse ekonomia gjithmonë ka një hap para. Për shembull luanët janë në Zvicër. Sepse ka një ndarje shtetet kur unë ju them. Edhe shikoni vetë, do ta kuptoni. Se disa nuk e kuptojnë arsyeën pse unë e them në çdo shtet. Se do ta them një moment tjetër arsyeën në 12 shtetet zodiakale, në 12 shtetet ku kanë ndikim më të mirë. Por luanët e kanë në Zvicër dhe çka rreth që rrethohet Zvicra për shembull në lidhje me kufit. Siç është afër në lidhje me Italinë, siç është lidhje me Gjermaninë ose me gjëra të tjera që ata kanë. Është një moment dhe mundësi shumë e mirë stabilizuese dhe vendimtare në gjërat të mëdha që ata kanë. Megjithatë, kjo periudhë është periudha që supozojnë, rregullojnë, stabilizojnë ekonominë e tyre. Por në anën tjetër, mos harrojmë se luanët ndikojnë shumë lidhje me punën. Për që jeni në kërkim të punën në Zvicër për shembull. Bashkëpunoni, po është e mundur. Për që keni në lidhje me dashurinë ose keni pasur probleme në këtë aspekt. Kemi lidhjet që janë me dem, kemi lidhjet që janë me peshk të djediçit të tretë, por me ujor mos ju ndani sepse është jeta juaj. Është ajo çka keni, është momenti më i ardh i që ndonjëherë dhe surprizat nuk do mungojnë. Sepse është një periudhë, është një kohë mjaft e mirë dhe kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë mundësi për sa i përket gjërave të mëdha që keni. Sepse janë shumë ndryshime që do bëhen dhe shumë çështje që do arrihen. Dhe kjo është një nga momentet më ideale, nga momentet më prekse në një farë mënyrë, sepse keni vuajtur shumë në kohë, por edhe momentet janë diçka shumë të rëndësishme në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore ose bashkim familjar, ka një ndikim ose keni pasur probleme. Jo këto sepse kanë lidhje që unë thash, që është me ujorin, është me këto, por lidhjet që kanë bënë me peshore, edhe se keni pasur probleme, zgjidheni. Është koha juaj, është momenti, periudha më e mirë mundshme tani. Dhe është një nga kohët më të mira, është një nga vendimet që do të merrni dhe periudha që do të keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndryshueshme, tek shenja që përfitimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë drejt kësaj shenje, që janë virgjëreshat. Përsa i përket virgjëreshave, me qenë se virgjëreshat duket se hënëre zhvillohet drejt për së drejti përballë jush në shenjën e peshqve. Se po të kuptoni, keni përballë, nëse ka kamera mundësin, kemi të bëjmë domethënë lidhje me virgjëresh, sepse virgjëresh peshq pra ka një ndikim shumë të madh në këtë aspekt, dhe kjo është ajo çka bëhet, çka ndodh në lidhje me gjërat që ndodhin ose çështjet që kanë të bëjnë, sepse duke pasur edhe kohën dhe mundësinë, ka një ndikim shumë të madh ku lidhet dhe ndryshojnë anët e juaja në fushën tuaj. Pra, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimit dhe i konkretizimit të lidhjeve. Virgjëreshat që kanë të bëjnë, virgjëreshat janë mjaft ndikuese. Dhe do të thoshej diçka këtu, sepse marrëdhëniet, partneritetet tuaja hëna sjell njohje të reja, dashuri të shpejtë si rufeja, favorizime në marrëdhënie dhe ndikime të tjera që kanë të bëjnë momentet që janë në anën tuaj. Pra, siç e shikoni këtu, virgjëresha dhe peshqit. Ja ku e kemi. Pra, këtu kanë bëjnë shumë me mënyrën dhe mundësinë që keni. Por gjithashtu, është futeni në klubin e përfituesve, sepse siç e thash në fillim të emisionit, 4 shenja që janë mund të shkruar me gërma të arta. Do më kujtoni dhe mos e harroni këtë. Ndikimet që kanë bënë për juve të kësaj shenje në lidhje me ndikimet të mëdha, dhe keni kujdes, sepse favorizime të marrëdhënie, partneritete, marrëveshje, kontrata, rishikime të kushteve dhe vendime gjyqësore. Por fshe edhe shumë surpriza. Pasi formon një gjashtkëndësh me Uranin, prandaj jeni gati për gjithçka. Para së të gjithash, hënëre hap horizontin tuaj, horizontet të reja,
Madje do ndryshojmë mënyrën se si të lidheni me të tjerët në jetën tuaj. Do të bëjmë më të vendosur dhe më konkurrues të përpiqeni të arrini të dëshironi atë që prej kohësh ishte vështirë. Një nga mundësitë që keni dhe kohën e duhur, sepse keni të bëni për ata që nuk kanë një njohje ose ata që nuk kanë një lidhje, për shembull, një lidhje që problematike, ose një gjë që kanë pasur, vjen një moment i art. Sepse shenjat e ndryshueshme, siç jeni ju, e keni pasur shumë probleme në të kaluar. Kjo hënë e re ju jep kaq shumë që nuk keni për ta nuk do ta besoni në një farë mënyre. Por do të kuptoni që pikërisht kjo hënë e re e fundit e vitit që lan pas, edhe pse zyrtarisht jemi futur që në datën 1 mars, por viti astrologjik është nesër, është data 20, por ka të bëjnë shumë. Virgjëreshat që kanë të bëjnë në Kanada, janë shejtoke, në Kanada dhe në rrethinat e ndryshme që kanë të bëjnë, është një mundësi dokumentacioni, pune, stabilizimi dhe mundësie të artë që ata kanë. Marreni një vendim të rëndësishëm në kohën e duhur, sidomos mbi zhvillimet dhe kohën që ata kanë, mundësi që ju jepen, është momenti juaj, është periudha ku do shikoni shumë gjëra të ndodhin dhe të keni mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë në lidhje me vendime që do të merrni dhe kohën e duhur që do të keni. Duket që ka diçka ma jepse që do ta bëj zemrën tuaj të rrahë më shpejt. Në fakt ekziston mundësia që të përputheni me dikë që është shumë ndryshe nga standardet dhe preferencat që keni pasur deri më sot. Kjo hënë ndryshon mënyrën se si të merreni me njerëzit që doni dhe të ofroni më shumë. Dhe kjo do të thotë marrëdhënien tuaj për të angazhuar më shumë. Dhe kjo nuk vlen vetëm për marrëdhëniet tuaj dashurie romantike apo profesionale, për ata që kanë të bazohen në ndershmëri dhe të mbështetjeve të ndërsjellta, por ndryshe do të jepni të fund nëse nuk ishte diçka e tillë. Pra, mund të krijoni bashkëpunime të reja profesionale që të zgjasni një kontratë ose një kontratë që keni nënshkruar tash. Ajo që do të ndikojë po të vini re, domethënë në lidhje me komunikimin, për shembull, supozojmë komunikimin e gjërave, është momenti juaj. Me marrin dokumente për të që kanë qenë rishas për shembull në botë. Marrim Kanadan, se Kanada është pika referencë për sa i përket të shenjës virgjëreshës. Momentet që kanë dhe mundësitë e arta. Në fushën e dashurisë ka një mundësi, siç janë me peshk të 10 ditë të parë, me shigjetarët e 10 ditë të tretë, është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive. Ndryshimet gjithashtu, që kanë bënë me binjak dhe me ujor, është një moment ideal, prandaj shfrytëzoni maksimum. Nëse keni mundësinë ose kohën e duhur, mund edhe një njohje të kthehet në lidhje serioze. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndikuese dhe mundësi të arta që mund të kenë në vazhdimsi, që janë peshorët. Për sa i përket peshorëve, peshorët duket se kjo hënë e re ndikon në shtëpinë tuaj të 6 diellore, e cila ka të bëjë me punën dhe shëndetin, dhe ju inkurajon të bëni një fillim të ri. Çështjen, sidomos në mirëqenie, si dhe ndikimin e madh të punës suaj. Është mundësia juaj për të rishikuar se çfarë do të bëni, për të gjetur një ekuilibër dhe harmoni në jetën tuaj, duke bërë zgjedhjen e duhur për të stimuluar shumë gjëra edhe të mbroni veten tuaj. Nuk kërkon përpjekje, por metoda në anën tuaj të punës. Organizoni kohën tuaj në mënyrë të tillë të bëni më produktiv dhe efektiv. Mos i humbni ato detaje dhe gjërat e parëndësishme, sepse mund të duket diçka që nuk është e realizueshme, por është më e kollajt dhe më pozitive. Ajo çka do të keni ka të bëjë shumë, sepse detyrimet dhe puna e juaj janë të bukura dhe të zgjidhshme, por nëse nuk bëni diçka tani, atëherë është pak problem për të ardhmen. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Përveç kësaj, perspektivat janë pozitive, edhe diçka e re ju pret në fushën profesionale. Prandaj dërgoni CV-t tuaja dhe caktoni takimet. Mund të merrni gjithashtu me imazhin tuaj publik, ose të vendosni të rinovoni vendin e punës, të përmirësoni atë të anës ekonomike. Dhe jo vetëm kaq, por keni edhe mundësi me njerëz të rëndësishëm që ju mbështesin në ato çka do të bëni.
në lidhje me punën, sepse duke pasur parasysh një nga çështjet e rëndësishme që keni pasur në lidhje me vendimet që merrni, në lidhje me takimet që keni, në lidhje me disa persona që juve do të ndryshoni në anën tuaj, është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Po vallë, me cilat shenja shkon shumë peshorja, domethënë që me ato shkon deri në martesë. Atëherë kemi shkojnë me shenjën që kanë përballë. Po cilët kanë përballë vallë? Kanë shenjën e dashit. Peshorja me dash është diçka shumë e madhe, shumë pozitive. Mundësitë dhe momentet që janë mjaft ideale në këtë aspekt, dhe kështu që e keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat tuaja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë me rezervime të mëdha dhe kuptime të ndryshme dhe vazhdimsi të sigurt. Që këto janë akrepët, për sa i përket akrepëve, akrepët me këtë hënë të re duket se ka të bëjnë shumë në shtëpinë e dashurisë, pasionit, kreativitetit dhe kënaqësive, duke ju ofruar momente të bukura dhe përvoja të reja argëtuese. Hëna ju buzëqesh dhe ju jep mundësinë të jeni atë që juve dëshironi, të nxirrni anën tuaj më të mirë, të shprehni emocionet tuaja, të kërkoni lumturinë tuaj për gjithçka që përfshin. Domethënë, të fshini nga jeta juaj ato që nuk ju duhen. Kjo hënë e re do t'ju kujtoj se jeta nuk ka të bëjë vetëm me përgjegjësi, detyrime dhe barë, por edhe gëzime dhe krijime. Do të jetë një periudhë dinamike, plot energji dhe kreativitet. Mund t'ju japi mundësinë në nivel profesional dhe ju e në gjendje të njihni, të dalloni, të shfaqni talentin tuaj dhe propozimet. Jeta juaj në fushën e punës dhe do të shikoni se do keni disa takime afatgjatë, përkushtoheni shumë gjërave që do të keni dhe mundësive të arta. Por mos harrojmë sepse akrepët lidhen shumë me shtetet e huaja, siç është Danimarka për shembull, siç është Franca, e kanë mundësinë e artë për të marrë dokumenta për problemet që kanë pasur, problem ligjor, ka pas akrepi e zgjidh, e zgjidh, do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim dhe koha përkon me gjërat që do të bëni, me periudhën që vinë gjërat nga ana juaj, dhe është një mundësi shumë e artë dhe tepër pozitive në anën tuaj. Megjithatë, kjo është periudha më ideale që ndonjëherë. Lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë, sepse lidhet shumë me çështjet që kanë të bëjnë me peshkët e 10 diçit parë, me virgjëresht e 10 diçit të tretë dhe me luan të 10 diçit të dytë, ku është një kohë shumë e përshtatshme dhe mjaft pozitive mbi ndryshimet, takimet dhe gjërat e reja që do të keni tani atutje. Mos mu shqetësoni fare, sepse është koha juaj, është momenti i artë për sa i përket gjërave të mëdha që do të keni, është koha e vendimeve të mëdha që do të merrni. Dhe nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për kohën dhe momentin tuaj. Do më kujtoni, nuk e thot Jorgo se do ta thot shumë për ta thënë, po është momenti më i mirë i mundshëm, i zgjidhshëm për gjërat që do të keni. Lidhjet afatgjat me dëm, me peshk, me luan, me peshk, e njohët, martoheni. Do keni ndryshime, jo vetëm ndryshime, po do bëhet nami, nga tani e tuti do më kujtoni. Prandaj hëna shkruhet me gërma të arta. Kjo hënë e re sonte, prandaj unë mundot ta desha ta bëj live në fakt, del për së drejti, po në qoftë teknika e ka çik më të kërkohet që pak më tepër, domethënë që të japim më shumë informacion dhe ta bëjmë video që të kuptoni dhe juve mbi gjërat që të kërkoni, sepse do të keni mundësinë çdo të mërkur, e dini, por akrepët, unë do thosha në lidhje me akrepët, ka një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme ekonomiko-financiare, se me financat e kanë si problemin. Pra e kanë zgjidhur, nuk e diskutoj unë, kanë pasur përpara. Kjo do thot shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se hënë e re sjell ndryshime dhe fillime të reja në familje, në shtëpi, dhe ju kërkon të ripërtërini veten dhe të lini pas të gjithçka ju rëndonte në punë dhe në psikologjinë tuaj. Shfrytëzoni rastin dhe bëni një fillim të ri në shtëpinë ku jetoni, pasi është një kohë e mirë për riparime, ridegorime,
hapësira ose për të filluar një aktivitet bazuar në shtëpinë tuaj. Dhe meqense herë është koha më e mirë për të freskuar energjitë e shtëpisë. Është një mundësi për të pastruar hapësira dhe për të hedhur ato që ju nevojitet, ose për të dhënë atyre ato që ka nevojë. Gjithashtu, për ata prej jush që kërkojnë të ndrojnë vende, kjo është koha e duhur për të zhvendosur, sepse keni një shans më të mirë për të gjetur një shtëpi që ju pëlqen vërtet, ndërsa ekziston mundësia e ndërrimit të vendeve edhe në sektorin profesional. Për më tepër në çështje që lidhen me pasuritë e patundshme dhe pronën favorizohen dhe ndoshta tani do të gjeni papritur mundësinë për të shfrytzuar pasuritë tuaja të patundshme për të blerë, për të marrë me qira ose për të shitur një pronë. Nga ana tjetër, është një periudhë e mirë për të kontaktuar me njerëzit që ju rrethojnë, me njerëz të afërt, vëllezërit, motrat, njerëzit e juaj. Dhe kjo do të thotë kalimi pozitiviteti me familjen tuaj, për shprehur qartë ato që ndjeni. Pra, mund të normalizoni marrëdhëniet me anëtarët e familjes që kanë qenë të shqetësuar në të kaluarën, ose të shihni se nëse keni gjërat përbashkëta, largojeni ata nga jeta juaj. Një herë për gjithmonë, ata që ju kanë prishur punë ose njerëzit jo të qëllimshëm, por ata që kanë qenë me një qëllim për të përfituar nga juve. Prandaj është mirë që juve të hiqni nga vetja juaj. Koha e këndshme në çështje profesionale dhe një ofertë pune që mund të vijë nga askënd, aty nuk e prisni, që do të keni, mund të zgjidhni disa probleme që mund keni pasur juve në këtë drejtim, sepse për sa i përket ndikimit sepse shigjetarët janë mjaft të ndikuar këtë periudhë. Pa nuk e vendushim për arsye të ekonomisë dhe të gjërave që ata kanë, sepse është një moment mjaft i mirë, është stabilizues, është çështje që kanë bënë me vazhdimsinë, por njëkohësisht do të shikoni sepse gjithmonë, nuk e them sepse janë shigjetarët janë pak gjurifuri në fakt, por me që se futen edhe tek klubi përfituesve, se janë shenjat të ndryshueshme. Që futen nëse shenjat të ndryshueshme, pra ka të bëjnë shigjetarët dhe është një mundësi. Por për shigjetarët që janë në Austri, për shigjetarët që kanë të bëjnë në Norvegji, në vendet nordike, për ata që kanë të bëjnë me shtete të ndryshme, do kenë ndryshime fantastike. Para, do kenë mundësinë për të mbyllur çështjet e së shkuarës. Është kohë ideale. Shumë gjëra, por në dashuri lidhen shumë, dhe këtë e them me bindje të plot, që kanë të bëjnë me binjak të 10 diqit parë, kanë të bëjnë me virgjëresh të 10 diqit dhe me peshk të 10 diqit parë. Është një periudhë mjaft e mirë. Jo vetëm se ju e keni mund të sundoni shumë gjëra dhe ta keni në dorë juve, por është mundësia më mirë mushme e artë në atë çka bëni dhe e mirë në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por mund të përfitoni jashtë mase, bini pas, sepse do më kujtoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që vërtet hi e rënd, por duke ecur si pënd. Të fortë si qeliku dhe të zgjuar më tepër se që kupton. Që këta janë britsjapët. Meqense herë në shenjë e peshëve ndikon në shtëpinë e tretë në shëndetin tuaj diellor, e cila ka të bëjnë me fushën e komunikimit, kontakteve tuaja me të tjerët, lëvizjet tuaja, udhëtimet, shprehjen tuaja të vetvetes. Hëna dëshiron që t'ju gjej të pasur dhe të pastër në punë e kudo. Dhe kjo do thotë komunikimi, idet, zgjerimi perspektivave, horizonti tuaj shpirtëror. Edhe pse jeni njerëz të rrallë që kaloni kufijt dhe nuk i shprehni lehtë ndjenjat tuaja, pasi keni frikë të hapeni dhe të tregoni se jeni të prekshëm. Herë do t'ju bëj më të ngrohtë dhe më komunikues, më të ndjeshëm, më emocional. Gjithashtu mund të hyni në procesin e ndikimit të madh që vjen tek juve për sa përket punës, për sa përket një të shkuare që e mbyllni një herë e mirë, mundoni të bëni një fillim të ri, të rindërtoni dhe jo vetëm punën, karrierën, ndryshimin, ekuilibrin. Sigurisht, duke lënë pas ata që nuk ju duhen më. Do të keni frymëzim, ide, përfshirë në shumë gjëra. Ju do merrni me ata që merren me shkrime, reklamim, me turizëm, media, shitje, shkoa për të rrequr vëmendje për shumë gjëra, sepse do keni shumë mundësi në biznes. Prandaj, aktivizoni, caktoni takime, dërgoni CV, krijoni kontakte dhe jeni më aktiv në media sociale. Gjithashtu kjo hënë favorizon studimet, seminaret, trajtimet,
udhëtimet, diskutimet, negociatat, dhe tani mund të jeni edhe laat që do të ndihmojnë të zbatoni idetë tuaja. Do të keni mundësinë gjithashtu, për ata që kanë studime jashtë, ka një mundësi të artë, por britësjapët lidhen në një krah në Amerikë dhe në krahun tjetër me Belgjikën. Pra, kanë disa gjëra se në këto shtete kanë shumë përfitime të mëdha, dokumentacioni, pune, karriere, në studime që kanë bërë edhe në shtete të tjera, që lidhet shumë me këto, se janë të fokusuar. Dhe kjo ka bënë shumë me këto ndryshime dhe ndikime të mëdha që vinë drejt jush. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetit që të parë, me dashët e dhjetit që të tretë, është më perfektja. Por gjithashtu megafore është vetë jeta. Prandaj bini pas sepse është një moment kyç në gjëra të mëdha, një moment kyç në lidhje me çështjet që juve keni, çështjet madhore dhe jo vetëm. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që realizon gjërat ashtu siç dëshiron. Që këto janë shenjës së ujorëve. Ujorë të dashur, duket se pikërisht kjo hën e re, që formon një gjashkëndësh me sundimtarin tuaj uranin, është thelpsore për hapat tuaj të ardhshëm. Nëse e shfrytëzoni energjinë saj në mënyrë korrekte, do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë është e rëndësishme për ju në nivel personal, profesional, financiar. Të investoni në ato që ju ndihmojnë e të ecni përpara. Por gjithashtu do t'ju jap mundësi të papritura për të organizuar sektoret financiare që ka vujtur shumë dhe jo vetëm për të parë dhe për mos përsëritur më gabimet e së kaluarës. Kjo do thotë jo vetëm kaq, por mund të vendosni të bëni fillime të reja në jetën tuaj personale profesionale, të ndryshoni drejtim, ose një burim i ri të ardhurash mund të lindin nga një shfrytëzim i aseteve tuaja. Në përgjithësi financat do të bëhen përparësia juaj. Pasi hëna do t'ju fusë në një proces të menduarit dhe logjik të pastër në mënyrë që do të siguroni stabilitet dhe siguri. Ndërsa mund të përpiqeni të zgjidhni çështjet e pezulluara, borxhet që ju kanë shqetësuar, pra pasi keni vënë gjithçka në rregull dhe mendja juaj e qartë, do thotë ndikime, do thotë mundësi dhe bëni fillimin tuaj më pozitiv dhe jo vetëm. Përfitoni nga një pronë dhe lëvizje që do të bëni që sjell detyrime në ndikimin e madh, por ato çka do të keni do t'i mbyllni, sidomos disa llogari bankare. Gjithashtu favorizohen ndikimet e mëdha që ka të bëjnë në lidhje me blerjen e një prone për ta shfrytzuar për të mirën tuaj, dhe por kushtoni vëmendje shpenzimeve të tepërta. Zbatoni një program të ri se dal nga dal kjo do jeni më të sigurt për sa përket çështjeve. Sepse në njëra anë miqtë mi të dashur ndikohen shumë sepse për sa përket ujorëve, ujorët kanë atë rëndësinë që i jepet ose kanë kohën dhe momentin. Por meqense ujorët kanë dokumentacionin, kanë problematikat e ndryshme që lidhen me disa vendime të rëndësishme ose kanë planetet në krahët e kundërta, por kjo hën nuk lë asnjë pa të përfituar. Sepse ka të bëjë shumë në lidhje me punën, ka të bëjë shumë dhe me atë të drejtën. Pra, mos e lini pa shfrytzuar këtë ditë dhe këtë 14 ditë që do vinë, sepse është diçka shumë e madhe për sa përket ujorëve. Dhe mundësitë që vinë, koha e duhur që është kohë perfekte. Sidomos në lidhje me dashurinë, duket se me akrep, me binjak, me luan, është një moment fantastik. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore se do të kujtoni, ka gjëra që rrallë herë e kuptoni dhe tani do ta shikoni dhe do ta ndjeni. Kjo është ndikimi më i mirë i mundshëm që do të keni. Por dashuria me luan dhe me dem shkon në martesë dhe nëse keni prisni një pasardhës, përgatituni, sidomos me ujorët e ditit që të parë apo me peshorët e ditit që të tretë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që është vetë dita, koha, momenti që do thot peshqit. Miqtë e mi të kësaj shenje, ku dhe juve bëni pjesë tek shenjat e lëvizshme. Dhe kjo do thot me fat dhe
tu do shkruan me gërmat arta. Do më kujtoni mas 14 ditë që do vinë në këtë harë kohor, kur po bëni gati në mos them 6 muaj janë cop, më thonjë sa, sepse për disa janë shumë mirë dhe nuk kanë problemin, ose janë në zgjidhje të tyre të gjërave, por shkohen me mirëmushme pozitiviteti, arsye e punës dhe e karrierës. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në anën peshit gjithmonë janë një hap para sa çfarë ndodh në lidhje me komunikimin, në lidhje me ndryshimin e madh. Meqense ndryshimet që vijnë dhe premtimet që do të keni, veçanërisht për ata që kanë lindur në fund të 10-shit të tretë, herë në re formohet një gjashkëndësh me uranin dhe planetin e ndryshimit, të revolucionit, të rrezikut dhe inovacionit. Dhe ju kërkon që të jeni krijues, të lini me njanë frikën dhe pasiguritë, e të bëni më progresiv. Herë na mban shumë surpriza dhe ju jep mundësi të zgjeroheni dhe të promovoni vlerat tuaja për të gjithë. Çfarë doni të ndryshoni në jetën tuaj? Gjithashtu ka diçka shumë të madhe në gjendjet tuaj të punës, të karrierës dhe të vendimeve që mund të merrni. Ka që do thotë që vendosni studimet tuaja, marrëveshjet që keni bërë. Mendoni të ndërroni sepse me këtë hënë gjithçka është e mundur. Pasi do të ndjeni më dinamik dhe plot energji, do të keni entuziazëm dhe vetbesim. Pra shfrytëzoni mundësitë për të rilindur fizikisht, shpirtërisht dhe të filloni diçka që do t'ju heqë jo vetëm kaq, por do të keni mundësinë, do të heqë gjitha vështirësitë që keni pasur në anën tuaj. Çlironi veten tuaj, përqafoni të ardhmen sot, përpiquni sepse është koha juaj. Rizbuloni qëllimet dhe ambiciet tuaja dhe bëni hapat drejt suksesit. Mundësitë për rritje që do të jenë të shumta, mund të mos jenë të gjitha të lehta, por janë mjaft pozitive. Dhe keni një aleat të fortë krahun tuaj, për sa përket çështjeve tuaja profesionale. Nëse jeni zhgënjur nga një marrëdhënie dhe jeni lënduar, tani është koha për të ecur përpara dhe për të gjetur dashurinë e vërtetë dhe përqafimin tjetër. Megjithatë, keni mundësinë, keni kohën, keni anën tuaj. Dhe nëse jeni në marrëdhënie të shëndetshme dhe të lumtur, mund të bëni hapin tjetër dhe të jetoni së bashku, të martoheni ose të keni një pasardhës. Ajo që unë them dhe them me të madhe, ka të bëjë shumë sepse peshit nga njëra anë kanë momentin dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave. Një pasardhës që e presim me deomos, për shembull peshk binjak, peshk akrep, por sidomos peshit, ata që kanë bënë me Greqinë, kanë bënë me Anglinë, kanë bënë me Gjermaninë, raste të tilla që kanë mundësinë për zgjidhur problemin dhe kohën e tyre. Është një moment fantastik, është një moment shumë i mirë dhe tepër ideal në zhvillimet dhe ndryshimet e tyre. Në fushën e dashurisë, duket se me shigjetar të 10-shit parë, me binjak të 10-shit tretë, është perfektja, por me shigjetar është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj hëne të re, kësaj hëne të re në shenjën e peshqeve. Bëni gjithçka, sepse është koha e duhur. Edhe një herë 3 shenjat, 4 shenjat që janë më përfituese, që shkruan me gërma të arta, pastaj të gjitha shenjat e tjera veprojnë, vazhdojnë në kohën e duhur, që janë binjakët, virgjëresha, shigjetari dhe peshqit. Mos i lini asgjë pa lëvizur. Mos i lini asgjë pa parë në detaje. Se është koha juaj, është momenti juaj. Pas të ndanë bashkë, unë nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimin e detajura, atë kemi astrologu.al. Faqja roskon atje. Atje ndodhet sekretaria dhe duke klikuar dhe jeni gati pastaj për të blerë paketën tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtën e juve. Dhe juve doni të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje. Është pikërisht që butoni këtu. Në pyetje përgjigje çdo të mërkur ora 20:00. Nga Unë Rrëpulla, gjithë mirat.